përfaqësim të gjithë spektit politik, të gjithë qytetarëve të Kosovës, po flitet ama ti mu emrin e përvetshëm të filtrojën e maspari. Është bazike të ndërtohet profili i presidentit, po fundit, një person, një emër i përvetshëm do të bëhet president. Po patjetër se do të bëhet një emër i përvetshëm, po ai kërkon bisedim dhe marrëveshje. Qartë, a ka kërku LDK-ja pra, ta ketë ja, nuk ka kërku presidentin? Sepse Kurti sot e tha një fjali interesante, tha nuk mund bëmë LDK se LDK-ja. Ka ato spinat e vetë të fjalëve, po s'di që kush i ka kërku Kurtit me u bëma LDK se LDK-ja, si ka kërku askush. As nuk ka nevoj. Ne kemi kërku të merrem vesh si me zhvillu këtë shtet. Nuk e kemi kërku ati jam ati mu këtë pozitë, unë po ta do ty këtë pozitë. Nuk bojnë ana kështu pazare në pushtet edhe në shtet. Nuk mundesh me fol, dhe me thonë të jepave, ja kam ofru këtë, se kam pranu këtë, ja kam ofru këtë. Nuk bëhet më konë ato nuk janë molla dhe dardha ime të folë. Okej, nëse ju jepet, nëse do të ishte dhënë LDK-s, që kjo flete, barë dhe me thonë shkruje skenarin qysh mere me vesh, edhe i bojmë të 10 vota. Qa është skenari që ju do të realizonit atëherë? Nëse jo kjo. Ja, përbës nuk është në tashtu me marrë një letër barë se bjem pak si shakake. Kjo dhe me shu kjo është skenari jam. Ne kemi 13% të votave, une nuk po du me dojtë të arrogant edhe me thonë ne kërkojmë këtë, sepse nuk kemi kërku diqka. Në fund të ditës, ne kemi refuzu pak pushtet që me rujt shtetin. Nëse s'keni kërku kur gjo dhe s'keni dasht kur gjo. Se kemi dasht me mbrojt pozitën e presidentit mos tjeti kapën për një partije politike, të zlaj gjithashtu e ka dhe kryeministin edhe kontrolon parlamentin. Edhe nuk ka gjama patriotike se kjo, me kuptu. Po qëse, gjëra do ishin hipotetikisht të kundërta, po qëse lidhja demokratike Kosovë do e kishte këtë fuqi, unë si deputet kisha me insistu që pozita ta ketë një person për president. Sepse është në të mirë të kushtetutshmërisë së vendit, të balancës së forcave politike, që kjo të bëhet në këtë mënyrë. Sepse pa marrë parasysh si janë fuqit politike, shteti Kosovës është më i rëndësishëm se që ato egot e njerëzve për pushtet. Duhet me kuptu këtë sen. Deklarativisht, deri tash të paktën nuk është refuzuar a priori që të mos votohet asë një kandidat i propozum prej opozitës. Ta zëmë, në raport me PDK-n kjo vlen ma shumë, po nëse do të kishte sinjale edhe nga LDK-ja, vetëvendosja po t'i di me emrat, nuk mund të ofrojmë mbështetje blanko pa ditë kush është kandidati edhe kundër kandidati. Nuk sham me thonë që është bashkë kështu. Ne nuk e kemi provu se s'kemi mri dhe i të kësë, se s'kemi dasht me bisedu për emra, kemi dasht me fokusu të procesi, por sa më kujtohet, Partia Demokratike ka pas dëshirë, ose ka pas propozim që të propozoj ato dy emra, por në fund pas takimit është dalë, si me thonë, zoti Kurti dhe i ka poshtnu publikisht, ka thonë mi kërkun dy emra partijak, edhe unë po i qes dy emra partijak. Dhe më thonë, edhe kure kanë marrë ata këtë hap, ma shumë e kanë dëmtu vetën, se so që kanë përfitu diqka. Dhe më thonë, manipulim